Se këtu ka diçka që nuk shkon. Për shkak se Islami na e dim që profeti Muhammed thot sallallahu alaihi wasallam thot që lehtësoni e mos vështirësoni. Okej, ose në momentin kur Zoti thot e përsosa fen tuaj, domethënë nuk është që ai veç ta kalshuti një barë edhe po thot atë gjendu ti me ta si me kalshu një granatë në dorë, po esenca është që ti faktikisht mundesh mos me e njoft funksionin e saj. Mundesh me pasë në dorë ose në zemër, por mos me e njoft mirë funksionin e saj. Okej? Kështu që te kjo pjesë mendoj që e pyesim veten, a është diçka që po mbletëson? A është diçka që po më nxit me përmirësu veten time, apo kam mirëqenie të vazhdueshme one tu e pasu këtë lloj linje, këtë lloj rrugtimi, apo po më qet hala më shumë të lashe. Domethënë edhe nëse përgjigja është që është barë, atëherë padyshim që duhesh me reflektu, duhesh me hi me lexu, me mësu, me marrë të burimet e duhura, me u kthy te burimet e duhura, edhe me i kërku ato derisa ta kuptojsh se vlera njerëzit që i kom pa edhe që kanë ide të shëndetshme, edhe funksion të shëndetshëm jetësor. Po mendoj për besimtarët, ata që faktikisht e kanë një raport edhe një lidhje të veçantë me Zotin e tyre, ata cilët e din pse është që kjo lidhje që ka që veçantë, edhe e din se qysh e mbajnë, edhe qysh ripërpunohet, edhe qysh freskohet ajo lidhje, pasha Zotin është e pamundshme ti mos me pa qetësinë te ata njerëz, mos me pa bukurinë të ata njerëz, mos me dasht me fol me ata njerëz, mos me dasht me ndërvepru me ata njerëz. A kupton, domethënë e ndi nevojën ti vetë me i pas ata afër. Edhe zakonshëm këtë gjë e kuptojmë edhe pikë klientave, domethënë pa marr parasysh vështirësive se ato që thjesht ta jep besimi, siguria në Zot edhe që kjo lidhja, raporti i veçantë me Zotin është diçka që nuk e merr ti kërkun tjetër. Se njerëzit na e dim që njerëzit janë të përkohshëm, as ne janë me kapacitete të kufizume, me potencial të kufizuar. Gjithçka është nga botë, gjithçka objektive është e kufizuar. E pa kompromis në kuptimin që ka me koni përfundim i mirë edhe ka mu bu mirë edhe ka me bu mirë edhe ka me koni mirë, është i vetmi është raporti me Zotin që ta jep këtë gjë. Do të thonë kjo është inspirimi, ai frymëzimi spiritual që zakonshëm na e ndjejmë për shkak të prezencës së besimit në zemrat tona. Kështu që ti e besoj që të ka ra rasti me pa, domethënë bukurinë edhe hjeshin që e kanë personat që e din çapo besojnë edhe besojnë fuqishëm në ato se unë jam këtu për të qenë i mirë, se është i miri ai që mi ka dhënë mësimet më të mira. Kështu që elhamdulillah po besoj që në këtë kontekst padyshim që do të jemi të produktiv.